shenjtori i gjuhës shqipe. O, sa e bukur. Shumë e bukur. Shenjtori i gjuhës shqipe. Unë e quaj që Buzuku me tekstin e tij, i themi ne me një term shkencor, ka hedhur themelet e gjithë parateksit të gjithë letërsisë shqipe të mëpasme. Domethënë, më vonë autorët Kadareja, Ismail Kadareja, Dritor Agolli, Jakov Zoza e tjera kanë shkruar dhe janë drejtuar drejt për drejt. Domethënë, nuk është kjo një hipoteze imja. Për shembull, në rrëfimin biblik ka një gjë shumë interesante. Është një periudhë sigurisht 2000-3000 vjet përpara dhe rrëfimi nuk kishte ato ndërlikimet që ka sot dhe rrëfej, siç rrëfen kalamajt, duke filluar edhe kështu, edhe kështu, edhe kështu. Tash përdorimi i kësaj edhe në këtë mënyrë është një përdorim tipik stilistik i Biblës. E ka përdorur Ismail Kadareja në veprat e tij. Te Kura me Trihajqe, fillimin ai e ka ashtu siç është pasthënia e Buzukut. Siç thot u dom gjoni bil kështu, edhe Ismaili kështu thot, tu e kujtuam se nuk ka, ky thot Ismaili se nuk ka gjë të shkruar për urën e Ujana kështu me radhë. Domethënë, Buzuku me librin e tij, ku kemi shumë të qartë një alfabet të përpunuar, jo të rastësishëm, nuk mund ta bënte si përkthyes duke marrë një copë letre të përkthejmë. Buzuku na ka hedhur deri më tani. E njohim ne. Shpresoj ju thash të gjejmë tekste që nga shekulli 12, por tash këtë e kemi të dokumentuar dhe fillon shkrimi i shqipet me alfabetin latin. Të përshtatur sigurisht për gjuhën shqipe dhe ka qenë i detyruar të përdorë edhe disa shkronja të tjera, të cilat nuk i ka alfabetin latin. Më vonë ka vijuar shtytja për të shkruar shqip edhe në dialektin tosk. Ne kemi një faqe, në fakt janë një fletë me 2 faqe, të shkruar me alfabetin grek. Unë mendoj që i përkasin po të njëjtës kohë si edhe Buzuku, domethënë shekullit 16. Kanë shkruar për të, por më duket se kanë shkruar në mënyrë pa e njohur, pa e kuptuar mirë ç'është gjuha, sepse këtu janë 2 faqe të shkruara me alfabetin e greqishtës. Në njërin anë është edhe një këngë që lidhet me ato ditët e Pashkëve për Krishtin. Kjo këngë është me një gjuhë shqipe shumë të bukur. Kjo do të thotë që ai prifti që ka shkruar atë faqe, vërtet e ka shkruar me shkronja greke, po ka hedhur në letër një këngë të cilën e shqiptonin shumë bukur shqip. Kurse në faqen tjetër është pjesa e përkthyer nga Ungjilli. Aty ai prifti s'ka qenë i Zotit përkthente. E ka bërë gabim. Atëherë do të vijmë deri në periudhën kur slavët gjithashtu ishin bërë me alfabetin e tyre. Është shekulli 9. Përkthyen sigurisht Biblën dhe me kohë, një pjesë e ortodoksisë, u bë ortodoksia slave, kishte libra slave dhe për këtë arsye kanë ndikuar në zonën lindore edhe me shkrimin me alfabetin slav, por ky alfabet nuk ka pasur përhapje të gjerë. Me ardhjen e Osmanëve kemi për fat keq po atë cent të madh të lashtësisë, domethënë Osmanët nuk interesoheshin për popujt e tjerë. Dhe natyrisht nuk interesoheshin as për gjuhën shqipe, as për shkrimin e shqipes. Por shqiptarët kanë vijuar të jenë një popull i cili kishte shkrimi. Thash, jo vetëm si që shkoni se Buzuku është periudhën e sundimit Osman, Lek Matrëngët e tjera, domethënë autorët shqiptar, Budi, Bardhi, Bogdani vazhdojnë të shkruajnë me shkronjë latine, por filloi gjuha shqipe të shkruaj përsëri me shkronja tashmë që janë arabe, po të përshtatër për osmanishten, përsëri me emrat, ashtu si në kohën latine. Domethënë, dokumentet osmane i kanë emrat e shqiptarëve, por me alfabetin arab, vetëm se është një problem shumë i vështirë, sepse alfabeti arab ka pasur këtë veçori. Shënonte vetëm bashkëtingëlloret, nuk shënoheshin zanoret. Kështu që historianët tanë, për shumë po marrim kemi pasur, nuk ronë më Selami Polaha, një historian i shkëlqyer, ka paraqitur me shkronjat e sotme, me alfabetin e sotme tjera, dokumentet osmane. Dhe vështirësinë më të madhe e kanë në shkrimin e emrave, sepse emrat aty janë vetëm me bashkëngëllore, pa zanore, dhe hajde ta dish tash kjo fjalë si ka qenë realisht. Por po them përsëritet po njëjta histori, dokumentohen fjalë të Shqipës, emra të Shqipës me
alfabetin osman. Dhe në mesin e shekullit 17, 1660-70, ka udhëtuar në Shqipëri një kronikani më i madh i perandorisë osmane dhe ka shkruar për gjuhën shqipe, ka mbledhur edhe disa fjalë dhe i ka shkruar dhe sigurisht i ka shkruar me alfabetin osman. Kështu që pak nga pak, si shikoni, u bën 4 alfabete, grek i vjetër, latin, slav dhe osman që janë përdorur për të shkruar gjuhën shqipe. Kjo gjendje sigurisht nuk mund të vazhdonte kështu kur filloi ajo që ne i quajmë rilindja kombëtare shqiptare. Rilindja kombëtare shqiptare e kishte gjuhën në qendër të saj, jo thjesht si element kulturor, po si mjet të vërtet të rilindjes. Domethënë, idetë që Shqipja është një gjuhë e vjetër, që ne jemi populli vjetër, që ne kemi një kulturë të vjetër, nuk mund të zhvilloheshin, të përpunoheshin, të rrisnin ndërgjegjen kombëtare pa një alfabet, pa shkrimin e shqipes. Por, çfarë ndodhi? Duke qenë në sundimin e huaj, ishte shumë e vështirë që të kishim një qendër të grupimit të shqiptarëve për të përcaktuar alfabetin. Atëherë çfarë ka ndodhur? Nga njëra anë kemi të huajt të cilët për një arsye ose një tjetër e kanë shkruar gjuhën shqipe dhe e kanë shkruar në alfabete nga më të çuditshmet. Për shembull, është i njohur Teodor Kavalioti, se i dëgjojnë edhe nxënësit në shkollë dhe studentët. Teodor Kavalioti ka qenë rumun, nuk ka qenë shqiptar, ka qenë rumun shqiptar. Ai përpilloi një alfabet për arumanishten dhe pastaj këtë alfabet e ka përdorur edhe për gjuhën shqipe, nuk e ka bërë për gjuhën shqipe. Dhe mund t'u them një gjë shumë të bukur. Te Kavalioti dokumentohet për herë të parë fjala mbret dhe e ka mbret shqip edhe për arumanishten mbret e ka. Nuk ishte një fjalë tjetër për mbretin. Unë besoj që ka qenë përdorim në folklorin shqiptar. Pastaj, për shembull, kemi Marko Boçarin, i cili ul në tavolinë në tryezë, më mirë me thënë në sofër, bashkë me baban Xhaxhan dhe vjerin e tij edhe me François Pugvillin, ambasadorin, konsullin francez të Alipashit Teperian, dhe ndërsa Pugvilli bisedonte me burrat shqiptar dhe u thoshte një fjali greqisht ose një fjalë, dhe thoshte si bëhet kjo shqip, edhe e shkruante Markoja. Edhe Markoja ka përdorur alfabetin sigurisht grek, por me qenë se në Korfuz, ku ishin familja Boçari shpërngulur për shkak të Alipashës, atje derisa erdhi Napoleoni, kanë sunduar venecianët. Dhe për këtë arsye, kur ka ardhur puna për shembull për të dhënë tingullin 1, Marko Boçari s'mund ta jepte greqisht, ka përdorur si e jep italishtja me g dhe n. Kështu që është alfabet grek, por me përzierje të latinishtes. Mëtej, ka shkruar për shumë dhe botorun e kam përkthyer një libër shumë të rëndësishëm, William Martin Liku, i cili ishte konsulli tjetër. François Pugville ishte për francezët, Martin Liku ishte për anglezët në kohë që luftonin Anglia me Francën. Të dy ishin në rivalitet të drejt për drejt, është një histori shumë e bukur rivaliteti tyre. Edhe ky ka bërë një libër në 1814, Kërkimi në Greqi, por ka një pjesë shumë të madhe të librit kushtuar gjuhës shqipe. Çfarë alfabeti ka përdorur? Ka përshtatur alfabetin anglishtes për gjuhën shqipe. Këtë desha të theksoj. Domethënë, të huaj kanë përshtatur në mënyra të ndryshme alfabetet e tyre. Edhe François Pugvilli ka përshtatur alfabetin e frëngjishtit për shqipen. Domethënë, ka pasur përpjekje të ndryshme për ta shkruar shqipen, jo vetëm nga shqiptarët, por edhe të huajt, secili sipas orientimit të vet të kulturës së vet që kishte. Dhe vim tani në një fakt shumë të rëndësishëm. Shoqëria biblike britanike dhe për vendet e huaja vendosi që ta përkthente ungjillin, domethënë Dhjatën e Re, në gjuhën shqipe. Pyetja ishte prapë, me çfarë alfabeti? Se po them se shkoni përmend shumë emra dhe fakte, por gjithë një pyetje